Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DTV Media, mirë se vini në Info. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka zyrtarizuar koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës për të qeverisur me kryeqytetin. Ai sot ka emëruar nën kryetare Besion Musmuratin nga PDK-ja, e cila në mandatin e kaluar ishte drejtoresh e që ishte shkarkuar pas më shumë se 2 viteve bashkëqeverisje në atë kohë me LDK-n. Por ky koalicion nuk është mbështetur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila nuk e ka miratuar atë edhe madje ka deklaruar sot përmes një komunikate për media se nuk ka lidhur kurrfar koalicioni me PDK-n dhe kjo mund të bëhet vetëm nga partia, do thotë nga dega ose personat përgjegjës që udhëheqin LDK-n në Prishtinë. Se si ndodhi kjo, si do t'jetë opozita përballë këtij koalicioni dhe se si e shohin nga opozita këtë koalicion, do të flasim sonte vetëm pas pak me Asambleistin e Lëvizjes Vetëvendosje në kryeqytet Fejm Osmani, por së pari si zakonisht ju ftoj të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama e ka emëruar nën kryetare të kryeqytetit Besion Musmuratin nga PDK. Kështu ka njoftuar vetë Rama në rrjetin social Facebook pak pasi Lidhja Demokratike e Kosovës mohoi të ketë marrëveshje me PDK-n për bashkëqeverisje në Prishtinë. Po fillojnë një bashkëpunim të ri politik në kryeqytet dhe me Partinë Demokratike të Kosovës me qëllim zhvillimin e Prishtinës për të mirën e qytetarëve të saj dhe të Kosovës, ka shkruar Rama në Facebook. Ai është zotuar për qeverisje që të kalon interesat partijake, duke thënë se kanë vënë në dispozicion kapacitetet profesionale dhe njerëzore për realizimin e projekteve strategjike në dobi të qytetarëve dhe të mirës publike. Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk ka asnjë marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës dhe me asnjë parti tjetër politike në Prishtinë për bashkëqeverisje. Sipas një komunikate, LDK ka deklaruar se nuk ka marrë pjesë në asnjë proces ndërpartijak për ndonjë marrëveshje bashkëqeverisje politike deri më tani. LDK ka strukturat e veta partijake, organet vendimarrëse lokale dhe më gjerë, dhe këto struktura nuk kanë qenë pjesë e asnjë marrëveshje qeverisë, thuhet mes të tjerash në komunikatën e lëshuar të martën pas deklaratave të djeshme për një koalicion LDK-PDK në Prishtinë. Nga kjo e martë e 5 majit, sistemi gjyqësor në Kosovë është forcuar edhe me funksionalizimin e gjykatës administrative, një institucion kyri i specializuar që do trajtoj konfliktet administrative dhe kontekstet e punës në sektorin publik. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Agjiu deklaroi se fillimi i punës së kësaj gjykate është i rëndësishëm për sistemin e drejtësisë dhe veçanërisht për qytetarët. Vendimet administrative prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kur e kemi nisur këtë punë në Ministrinë e Drejtësisë, kemi pasur para vetës një problem të njohur për shumë qytetarë të Republikës. Shteti vendos, kurse qytetari shpesh detyrohet të pres gjatë për ta kuptuar nëse vendimi i një institucioni është i drejtë apo i lehtëshëm, nëse është i arsyetuar, nëse ka ku ta ankohet dhe nëse ankesa e tij do të merret seriozisht. Në një republikë demokratike, vendimi i administratës nuk mund ta lërë qytetarin pa rrugë, ai duhet të mbështetet në ligj, të arsyetohet qartë dhe të mund të kundërshtohet kur qytetari mendon se i është cënuar një e drejtë. Edhe sot, në një kapacitet tjetër, e shoh këtë gjykatë me një të bindje. Gjykata administrative është gjykata e parë e specializuar në vendin tonë, e cila do ta trajtojë konfliktin administrativ dhe kontestet e punës në sektorin publik. Kjo do thotë se qytetari, zyrtari publik dhe institucioni do ta kenë një adresë të qartë, më profesionale dhe më të specializuar për çështjet që lidhen me administratën publike. Kjo gjykatë nuk po e nis punën nga zero. Ajo po e nis punën me një barë të madhe, me mbi 10.000 lëndë të bartura, gjë që paraqet një sfidë shumë serioze. Por është edhe mundësi për të dëshmuar se një gjykatë specializuar mund sjellë më shumë rend, më shumë shpejtësi dhe më shumë cilësi në drejtësinë administrative. Kjo gjykatë do të jetë e specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikte administrativ
dhe kontestet nga marrëdhënia e punës në jurisdiksionin e saj, duke ofruar një mekanizëm të pavarur, profesional dhe efikas të kontrollit gjyqësor në vendimet e organeve administrative. Megjithatë, funksioni efikas i këtij mekanizmi nuk mund të arrihet pa një bashkëpunim të mirëfillt institucional. Organet administrative dhe gjykata administrative nuk duhet të shihen si palë në kundërshtim, por si pjesë e një sistemi të përbashkët që synon garantimin e ligjshmërisë dhe transparencës. Do t'i trajtoj të gjitha konfliktet administrative, natyrisht përveç atyre që janë në jurisdiksion të Gjykatës Supreme, dhe të gjitha kontestet e punës ndërmjet individëve dhe organeve publike me jurisdiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Gjykata administrative, sipas ligjit për gjykatën administrative, do të jetë organizuar në 4 departamente të veçanta, siç janë Departamenti Fiskal, Departamenti për kontestet e punës, Departamenti për skemat sociale dhe pensionale të financuara nga shteti, si dhe Departamenti i përgjithshëm. Gjykata, sipas organigramit të miratuar nga KGK, do të ketë 23 gjyqtarë së bashku me kryetarin e gjykatës. Aktualisht, me rastin e funksionalizimit të gjykatës administrative nga dita sotme, 15 gjyqtarë janë transferuar dhe kanë filluar punën në gjykatën administrative, ndërsa pjesa tjetër e gjyqtarëve do ta fillojnë punën nga data 1 korrik 2026. Një person ka vdekur në Gjakov si pasojë e thirrjes me thik. Zëdhënësi i policisë në rajonin e Gjakovës, Sheremetelezaj, ka thënë se viktima është dërguar për trajtim mjekësor pas lëndimeve të marra nga një mjet impret, ndërkaq i dyshuari ndodhet në Arati. Sot në orët e hershme të mëngjesit jemi njoftuar se një person i moshës madhore është dërguar për trajtim mjekësor si pasojë e lëndimeve të shkaktuara nga një mjet impret. Fillimisht ishte dërguar në CKMF dhe më pas në spitalin e përgjithshëm në Gjakov, ku edhe ka ndruar jetë, ndërsa pas disa orësh një person i dyshuar për këtë rast është vetë dorëzuar në polici. Sipas njoftimit të policisë, personi me inicialet QPX është paraqitur në stacion rreth orës 9:45 minuta. Me vendim të prokurorit, ai është ndaluar për 48 orë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore për subjektet politike që do certifikohen për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës. Sipas vendimit të KQZ-s, një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë deri në 2.092.202 euro ose 1 euro për çdo votues të regjistruar. Kjo llogaritje është bërë duke u mbështetur në rregulloren zgjedhore për fushatën zgjedhore, monitorimin dhe deklarimin financiar, si dhe të dhënat e listës preliminare të votuesve, sipas të cilët numri i votuesve në Kosovë është 2.092.202 votues. Partia Social-Demokrate ka nisur një iniciativë për të mbledhur nënshkrimet nga qytetarët. Me mbledhjen e këtyre nënshkrimeve ata po kërkojnë pjesëmarrjen e këtij subjekti në zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen me 7 qershor. Kryetari i PSD-s Dardan Molliçaj ka thënë se kjo iniciativë nuk është mbështetje për vot, por për të qenë pjesë e garës në zgjedhje. Kërkesa e njerëzve ka qenë në 3 palë zgjedhje radhazi që PSD të garojë në zgjedhje. Tani kemi vendosur të garojmë. Mbështetja prej njerëzve për garimin ton se nuk është mbështetje për vot, por është mbështetje për ne që me qenë pjesë e kësaj gare. Është shumë e mirë dhe po pritet me disponim, ka thënë Molliçaj. Zyra rregullatorit të energjisë i ka miratuar pjesërisht kërkesat për të hyrat e operatorëve të kësaj fushe, duke shmangur shtrejtimin e energjisë elektrike. Të hyrat e lejuara maksimale të kostit nga sot do të jenë 76 milion euro, për KEC 185 milion euro dhe për KESCO 442 milion euro. Këto ndryshime të hyrave maksimale u morën në mbledhjen e ZRE-s me arsyetimin që të mos rrezikohet siguria e furnizimit apo mos prodhimit nga gjeneratorët vendor. Kostot reale janë të përfshira dhe me këtë raport, mirë po vetëm kjo kosto është shpërndarë që është e prapon edhe me rregullat për të hyrat e lejuara maksimale, është në mënyrë që mos të kemë rrezikim të sigurisë së furnizimit, kostoja e mos e remonteve ose mos prodhimit nga gjeneratorët vendor është shpërndarë në periudhë të vjeçare në mënyrë që edhe efekti te konsumatorit jetë shumë i vogël. Vletet përmendet se komponent kryesor i kostos mbetet vlerja e energjisë elektrike për furnizimin e konsumatorëve,
e cila është ndikuar nga zhvillimet treg, përfshirësimet e larta të importeve dhe kufizimet e prodhimit vendor, si pasojë edhe remontën të rrugëve centrale të vjetrore të tepër dhe rritjes së konsumit. Për të zbutur ndikimin faturat e vitit 2026, KEK dhe KSCO kanë shtyr përmes faktorit të profilizimit vlerët e energjisë që vjen për periudhën janar-mars. Pra, të ndëruar shikues, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën në studio. Mirë se vini, zoti Osmani. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zoti Osmani, ka pas sot zhvillime, themi, ta quajmë për kryeqytetin dramatik, në kuptimin që po u lidh një koalicion sërish mes tash po dia ta quajmë LDK-s apo Përparim Ramës dhe PDK-s apo vetëm Përparim Ramës, sepse e pam një themi kundërshtim jo të drejt për drejt, por një farforme të kamufluar të LDK-s, se nuk është pro këtij koalicioni. Si e pat ju si vetëvendosje që jeni në opozit? Në fakt, vetëm asgjë e çuditshme ka qenë deklarata e krejt të LDK-s, ose deklarata zyrtare e subjektit e LDK-s, e cila nuk e pranon këtë koalicion bazë deklaratave të tyre, dhe deklaron se nuk ka asnjë lloj koalicioni mes PDK-s dhe LDK-s në Prishtinë. Pjesa tjetër e gjithë kësaj çfarë ndodhi këto 2 ditë ka qenë e pritshme, ne kemi pritur se do të ndodhë shumë më herët, sepse ka qenë marrëveshje para raundit të dytë, domethënë para balotazhit për zgjedhjen e kryetarit të Prishtinës. LDK-ja din se kryetari tashmë është zgjedhur dhe është mësuar pikërisht nga elektorati i PDK-s, natyrisht dhe mendimin e AK-s e lidhjes Prishtinës së subjekte të tjera të vogla, mirë po që kryesisht dallimin e ka bërë PDK-ja, kam pasur marrëveshje, tashmë po zbatohet në fakt dhe nëse ka reagim kundër kësaj brenda LDK-s, është kryekput për sasinë e vogël të pushtetit që po mbetet për ta, asgjë tjetër të jashtëzakonshme nuk ka brenda këtyre ngjarjeve. Ka pasur marrëveshje, kemi pritur që do të zbatohet shumë më shpejt, i kanë kaluar 6 muaj Prishtinës, është dëmtuar për 6 muaj Prishtina, megjithëse edhe po të kishte qenë i formuar koalicioni më herët e të fillonte punën, nuk është që ne kishmi pritur diçka më mirë, sepse i njëjti koalicion ka qenë edhe 2 vite më parë, 2021 dhe 2023. Nuk do të ndodhë diçka e papritshme në Prishtinë, do të vazhdoj. Pse më thoni që në farforme u kundërshtu kjo ose u lidh ky koalicion pa miratimin e partisë, do thotë, si mundet një kryetar i një partie të lidh koalicion kur partia e kundërshton, do thotë, si shihni ju këtë themi diskrepancën mes tyre, domethënë në qëndrime, çka i shtyn të bëjnë kjo, sepse sot për hir të korrekcisë kam tentuar gjatë gjithë ditës që ta kemi edhe dikën nga LDK-ja ose PDK këtu, por nuk kam pranuar asnjë që të flasin, duke thënë se që referohemi komunikatës zyrtare të LDK-s dhe nuk mund të flasin diçka tjetër jashtë asaj që ka thënë. Thash edhe më herët, çudia është deklarata e LDK-s. Jo ngjarjet, jo koalicioni është kreti natyrshëm për arsye se kanë pas obligim ndaj njëra tjetrës. Po pse pro kjo është e çuditshme? Pse kjo? Është e çuditshme për arsye se po kundërshtohet një diçka që në parim kanë qenë të marrë vesh. Deri sot nuk kam dëgjuar se Përparim Rama nuk është LDK. Madje ai kam mbështetur edhe fushatën e LDK-s në zgjedhjet parlamentare fuqishëm. Në opinion, në publik, ka funksionuar jashtëzakonisht mirë ky tandemi Lumir Abdixhiku Përparim Rama, dhe sot po kundërshtohet, nuk e di pse. Mund ta dëshirojnë që ta ketë një efekt pozitiv para zgjedhjeve parlamentare, të mos duken se janë afër PDK-s. Këta nuk e di pse e marrin si breng bashkëpunimin me PDK-n, edhe pse e kanë bërë shumë herë, është i zakonshëm edhe bashkëpunimi LDK-PDK në nivel qendror, nuk di pse i drojnë ta qesin para opinionit, dhe pjesa që unë e besoj më shumë dhe që duhet jetë e sigurt, është pushteti i pakt për eksponent e fuqishëm të LDK-s që janë në Prishtinë. Po, pra, kur thoni ju kështu, thoni që është pjesë e skenarit, kjo një farforme thojza prishja e Lumir Abdixhikut me Përparim Ramin, vetëm me që jemi para zgjedhjeve. Kanë dëshirë ta shfrytëzojnë edhe në këtë aspekt, sepse paknasi ka, përçarje ka, kjo dihet haptazi. Është parë edhe në gjatë seancës së kaluar të Kuvendit Komunal Prishtinës. Ata asamblesë cilët nuk kanë shkuar në përbordet ndërmarrje si aksionar, ata që nuk kanë marrë drejtori, nuk kanë qëndruar deri në fund mbledhjes
kanë rrezikuar quorumin për shumë vendime, për shumë pika të ditës që kanë qenë javën e kaluar në Kuvend Komunal të Prishtinës, për shkak se nuk përfituan pozitat të cilat i kanë pritë dhe për cilat kanë punuar para zgjedhjeve nga LDK ose nga Përparim Rama tash më saktë. Arsyeja pse nuk mundën të përfitojnë është sepse është bërë një koalicion jashtëzakonisht i gjerë me pak pushtet që ja Prishtina, ndonse janë shtuar një numër i konsiderueshëm i drejtorive, Prishtina i ka këtë pushtet që e ka dhe ky pushtet është ndarë tashmë në brenda 5 subjekte, nuk di ja mund të jetë i gjashti ai kryesori që është Përparim Rama, sepse tash nuk e di është LDK apo nuk është, nuk e di as opinioni dhe kjo pritet të sqarohet ditëve në vijim sepse unë konsideroj që LDK-ja është në koalicion bashkë me PDK-n me Përparim Ramën sepse janë disa drejtori që udhëhiqen nga LDK-ja, janë aksionarët e disa ndërmarrjeve që udhëhiqen po ashtu nga LDK-ja dhe janë caktuar tash zvoni, nuk ka ende një javë, madje Ministria e Lindjes nuk ka pruar ende vendim, a ka kaluar testin e lishmërisë këto vendime apo jo. Do të thotë LDK-ja është në bashkëqeverisje me Përparim Ramën, me PDK-n, me AK-n dhe me Lidhjen e Prishtinës, brenda qeverisë të Prishtinës, ndonse kreu i LDK-s ose deklarata zyrtare e subjektit e kundërshton një gjë të tillë. Është paksa e habishme, nuk di deri kur do të jetë kështu në mjegull, po unë konsideroj që do të zbehet kjo paknasi edhe do të vrehet ditëve në vijim, ndoshta do ta mbajnë kështu deri pas zgjedhjeve parlamentare për të tentuar të ketë efekt që nuk janë bashkë me PDK-n. Nuk ka diçka më shumë. Pra, megjithatë, kjo sigurisht që mbetet të shihet, por mendoni që është arritaj mirëbesimi mes vete kur para 2-3 viteve po i bjen gati Përparim Rama e largoi PDK-n nga në mënyrë një farforme në mënyrën më të vrasht, themi kështu, duke i shkarkuar gjithë drejtorët, madje edhe drejtoreshën e arsimit Besion Mosmorati, që sot u emëru nën kryetare. Po, madje 2 vitet e fundit pas shkarkimit nuk kam dëgjuar që i kanë dhënë ndonjë kredit për punën që ajo ka bërë në të kaluarën së saj ishte drejtoresh. Është shkarkuar njësoj sikurse që janë shkarkuar gjithë drejtorët e tjerë të PDK-s dhe nuk besoj që ka pajtim. Këtu problemi është se ka pajtim për shkak të pozitave që i kanë marrë dhe për shkak të pushtetit për ta shfrytzuar për nevojat vetat personale, sepse nuk ka parim. Nuk koalicioni nuk është lidh mirëbesim duke u bazuar në një program të caktuar që Prishtina të ecë përpara të përfundojmë punët e mbetura peng të Prishtinës për shkak të keq menaxhimit të dy polëve, mirë, po më shumë të Përparim Ramës. Ndonse pushteti është i lakmueshëm, i kaluan gjitha mospajtimet që i kishin mes vete dhe erdhën deri tek bashkimi, deri tek ribashkimi e bashkëpunimi para kohë sa do të mund të bashkëpunojnë, nuk e di. Mirë, po kam përshtypjen që mund të shkojnë gjatë, ata që kanë interesat ngushta personale, mund të vazhdojnë gjatë në pushtet, nuk e kanë problem. Pra, thoni që kësaj radhe do ta çojmë mandatin deri në fund? Mund ta çojmë themi? Nuk mund parashikoj asgjë sepse është po themi sipas asajna që po shihet tani. Nëse ato interesat cilat i kanë yshtur të bashkohen, cenohen gjatë rrugës, mund të ndahen prapë, nuk ka asnjë. Megjithatë, interesa tani do të zgjoni ka pas edhe në mandatin e parë, ta themi, ato interesat njëjtë, po themi në thojza. Pikërisht po them, kur cenohen ato interesat që janë cenuar atëherë që mund të jenë ndryshme, unë nuk po i emëroj asnjërin nga ato, mund të ketë prishje të koalicionit prapë, siç kishte në 2023-ën. Për momentin e kanë arritur Ujdin. Ujdia është e detyrueshme për shkak, thash edhe një herë, për shkak të elektoratit që kanë fituar në raundin e dytë nga PDK-ja. Ka pas marrëveshje, kjo nuk diskutohet, tashmë po jetësohet. Problemi është reagimi i LDK-s është më shumë në aspektin që i është marrë shumë pushtet, kanë mbetur shumë figurat LDK-s pa pushtet. Reagimi është i kësaj natyre, i këtij lloji, jo i pamundësisë për të qeverisur me PDK-n, sepse kanë qeverisur 2 vite pa asnjë problem, kanë bashkëpunuar gjatë fushatës në balotazh pa asnjë problem, i kanë harruar gjitha akuzat e kundërakuzat që kishin mes vete për 1 muaj ose më shumë se 1 muaj të fushatës dhe kanë arritur pajtueshmëri. Po, megjithatë se ishte edhe reagimi i Sokolavullit që u shkarkua, themi kështu, tha që ka rënë në grackën e PDK-s. Si mund bie një kryetar në grackën e një partie tjetër tani? Nuk e kuptoj, pikërisht kështu është mirë, po tash ju keni parasysh rolin që ka pas Zoti Havulli në qeverisjen e Prishtinës, ka udhëhequr një ndërmarrje e cila ka pasur buxhet milionësh, ka udhëhequr një drejtori e cila ka qenë edhe është madje edhe sot
ndër më të rëndësishme të komunës Prishtinës edhe nga aspekti buxhetor, po edhe nga rëndësia e kryerjes së projekteve që i ka Prishtina infrastrukturore dhe tashmë ka mbetur pa pushtet, pas një pozicion. Reagimi është normal, nuk do të kisha pritur një reagim tjetër. Unë po e them edhe një herë, nuk janë pajtuar figurat, janë pajtuar kreret. Në këtë rast është pajtuar Përparim Rama me shefin e PDK-s në Prishtinë, e që dihet kush e ka bërë fushatën, ishte edhe kandidat për kryetar Prishtinës. Në brëme e konfirmoj vetë Orhan Ismaili. Gjithsesi po ishte deklarata e parë që i hapi rrugë për foljes të këtij bashkëpunimi, Orhani edhe që arriti deri në këtë moment. Për atë po them, figurat që kanë mbetur pa pushtet brenda LDK-s normalisht do të reagojnë në mënyrë të tillë sepse e kanë përjetuar rënd. Po, megjithatë Rama kur e bëri publike emërimin e kryetarës nga PDK, tha që është një bashkëpunim i ri, edhe do të punojnë për të mirën e kryeqytetit, edhe qeveria do t'i tejkaloj interesat partijake. Mendoni që do të tejkalojnë interesat partijake për të punuar vetëm për interesat e qytetarëve? Jo, unë jam i sigurt që kjo s'do të ndodhë, po edhe nuk e di cilat interesa partijake dhe për cilën parti flet në këtë rast zoti Rama, sepse LDK është kundër kësaj marrëveshje. Pikërisht e kjo, tani si mund ta bëj... Nuk është kontroversë, deklarata në gjithë përmbajtjen e saj, nuk është e pakuptueshme, ka hudhur një mjegull jashtëzakonisht të madhe. Unë po them që e kanë për obligim drejtorët që sot janë të LDK-s të emëruar në për drejtori, aksionarët që janë në për ndërmarrje, asamblestët duhet deklarohen vetë se cili është me Përparim Ramën, këtë rast cili me LDK-n, nëse nuk është çarja deri në këtë nivel, që sipas gjasave po duket që është deri këtu. Nuk e dim se çfarë mazhorancë do të krijohet brenda kuvendit, nuk e di sa asamblesë dhe cilët do të jenë ata që do ta mbështesin zotin Rama pas deklaratës së kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani e tutje. Nuk e di cilët do të jenë në opozitë, sepse ky reagim do duhej ta kthente LDK-n në opozitë Prishtinë, sepse nuk ka logjik tjetër. Unë e di. Pikërisht, a do të rrezi ju përmend që tani janë emëruar në përborde, do thotë antarët e LDK-s, dhe tani në qoftë se ata thonë që jemi kundër këtij koalicioni, a do duhet që të tërhiqen? Apo si do të zhvilloj kjo? Sepse të rrish në për këto borde, të jesh në qeverisje, edhe të thush që unë nuk pajtona me këtë koalicion, nuk shkon kjo disi nuk shkon. Po për ata po them, është një deklaratë që nuk e di, nuk e kuptoj, pa kuptueshme, ajo që e lëshoi Lidhja Demokratike. Mirë, po edhe ajo që e dha si informat përparimi, ndonë se do duhet të asërën të statën, ajo bëri edhe më shumë mjegull. Unë edhe njëherë po them, ata duhet deklarohen vetë, sepse do duhet krijohej edhe një opozit tjetër, edhe një mazhorancë tjetër. Unë e kujtoj ndarjen e vetëvendosjes atëherë me krahun e Shpendit, kur pat ndodhur në vitin 2018, dhe e di që një pjesë e asamblesëve të vetëvendosjes cilët nuk kanë pranuar të bëhen pjesë e pushtetit të atëhershëm të zotit Shpend Ahmeti, kanë kaluar në opozitë. E njëjta do duhet ndodhte sot me LDK-n. Nëse e kanë për një mend, ata do duhet tashmë të ishin në opozitë një pjesë e madhe e atyre që nuk janë pajtuar me këtë koalicion, që për mua është i natyrshëm, për mua ka qenë obligim i marrë gjatë fushatës për balotazh. Pra thoni atëherë në farë forme PDK-ja ka mbështet me këtë lloj kushti, ta quajmë kështu, sepse nuk e dim, por po supozojmë që ka mund të jetë një kusht që pastaj të vinë në pushtet bashkë dhe të qeverisin? Po, nuk ka dilemë. Nuk ka dilemë, nuk do duhej të ndodhte kjo që ndodhi nëse nuk ka pasur marrëveshje paraprake. Bile nuk është as momenti që kjo ndodhte tani. Këtë do të kishin tentuar ta shtynin për një fazë tjetër, ndoshta pas zgjedhjeve parlamentare, nëse nuk do të kishte qenë marrëveshje patjetërsueshme, atëherë por ne jemi të sigurt që po ka pasur marrëveshje, ndonse nuk ka qenë e bërë publike dhe mund të mos ketë qenë përqindja e ndarjes pushtetit krejtësisht e kalkuluar, e llogaritur, e vu për para marrëveshjes, mirë, po zbatohet ashtu siç po mundet me as sa ka pushtet Prishtina për të ndarë për këtë koalicion kaq gjerë të udhëheqjes. Nuk po ndodh vetëm me LDK-n dhe PDK-n, ka dorëheqje nga grupet e asamblesëve nga shumë subjekte të tjera, për shembull AKS që kanë tërhequr 2 asamblesë, Lidhjes për Prishtinën një asamblesë që ka qenë asamblesti më i votuar në krahasim me pjesën tjetër të listës, kështu që... Pse kanë ndodhur këto tërheqje? Po them pikërisht për shkak se futja në koalicion e PDK-s ka marrë shumë pushtet
për këto pjesë tjera që kanë, për këto subjekte tjera që kanë mbështet kryetarin Rama. Dhe nuk kanë përfituar nga ose marrëveshja që këta e kanë prit, ose nga që e kanë synuar dhe kanë mbetur pa pushtet. Natyrisht që kanë dalë në hë si asamblejës pavarur, po që nuk e di nga se si do të veprojnë tani tutje. Po, me gjatë, si do të funksionoj, themi, ky koalicion, kur edhe në fushat, kur ishte edhe Urani Ismaili, kandidat për kryetar, edhe për Parim Rama, kishin qëndrime të ndryshme për shumë projekte në kryeqytet. Për shembull, ju e dini, njëri prej tyre është sheshi George Bush, që për Parim Rama, kryetari aktual, ka qenë, si me thonë, këmbgulës në vazhdimin e tij dhe në anën tjetër, Urani Ismaili, si kandidat, thoshte se do ta hopë rrugën George Bush, do ta kthejë në rrugë, dhe ju shesh, bashkëpunim me qytetarët, sepse kështu po e kërkojnë. Si mendoni që do të funksionojnë kështu kur kanë dallime në këto? Dhe a mendon që mund të ketë pikërisht këtu ta prishin sërish? Nuk besoj që do të prishet ky koalicion për shkak këtyre çështjeve. Unë jam i sigurt që zoti Ismaili atëherë nuk kishte ide tjetër, nuk kishte menduar mirë këtë çështje dhe doli me idenë që e kemi dëgjuar gjatë fushatës se do ta hapte për sarkullim rrugën. Mirë, po rikujtoj se buxheti i vitit 2026 përmban miliona euro të dedikuara për këtë projekt që e kanë mbështetur asamblesat e PDK-s, që natyrisht ata udhëzohen, diskutojnë dhe veprojnë marrëveshje me të nderuarin Urani Ismaili. Si kandidat që ka qenë. Po gjithsesi. Kështu që unë nuk besoj që ka mosmarrëveshje ose do të ketë mosmarrëveshje. Këta janë pajtuar që tashmë ajo rrugë, nëse i kalon problemet ligjore, po edhe nëse nuk i kalon, do të tentojnë ta shtyjnë përpara kështu siç kanë bërë deri më tani. Aty vetëm është duke u punuar në fakt. Një pjesë po, një pjesë pritet me fillu, nuk di se në çfarë forme do ta bëjmë mirë, po duket se zoti Rama nuk ka plan të ndalet. Nuk ka pengesë ligjore që atë ndal para veprimeve që ai konsideron se janë interesi i tij, se natyrisht nuk po vrehet që janë interesi i qytetarëve në përgjithësi. Mirë, po që do ta realizoj bashkë me PDK-n tashmë. Po, megjithatë, mendon ose cili do të jetë roli i opozitës ose në fakt i vetëvendosjes ma sakt, ma konkretisht aktualisht me që jeni ju si përfaqësues i saj në përballë këtij pushteti që është goxha i madh, duke se e thatë edhe ju që ka përfshi shumë parti edhe të vogla, po sidomos këtyre dy të mëdha PDK, LDK që janë aty dhe jeni vetëm ju dhe nëse zgaboj Besa Shahini e PSD-s si opozitë. Po është edhe nëse kanë dalë këta deputet asamblesës tani që dhan ndërheqje, nëse kanë dalë si opozitë ose pakrisht pavarur. Ne duhet të presim spori për kënaqësia e LDK-s deri ku do të arrijë. Do të jenë serioze deklaratat e LDK-s dhe qëndrimet që kanë hë për hë LDK-ja. Spori kjo është shumë e rëndësishme se ata kanë një numër të konsiderueshëm të asamblesëve. E nëse ndahet ndysh, natyrisht që pjesa tjetër duhet të ishte opozitë. Mirë, po vetëvendosja normalisht që do të kontaktoj, do të diskutoj me pjesën që tashmë janë të pavarur, si funksionojnë tani për tani si asamblesë të pavarur. Duhet të shohim mundësitë e numrave që i kemi aty, sepse një numër i konsiderueshëm i asamblesëve mundson opozitë më të mirë, më të fuqishme. Nëse të mundem të gjejmë hapësira bashkëpunimi me ata që do të mbeten opozitë, edhe një po them duhet të presim se si po definohet. A ka edhe diçka më shumë që t'u jepet kësaj pjesës që janë të pakënaqur dhe të bëhen prapë pjesë e opozitës. Mirë, po tani për tani numrat nuk është se janë të qartë sa janë opozitë dhe sa janë pozitë. E ardhmja besoj që do duhej shpejt të ndohej kjo pjesë dhe dihej cilët asamblesë nuk e përkrahin këtë koalicion të zotit Rama me subjekte tjera dhe ta bëjnë opozitën ashtu siç i kanë marrë votat, edhe ashtu siç ka hije një asambleisti, siç pret qytetari i Prishtinës nga një asambleist i cili nuk e ka premtuar elektoratin se do të jetë pjesë e qeverisës nëse nuk fiton subjekti i tij, siç është rasti për shembull me asambleistët e televizës vetëvendosje. Ne kemi pas qartë që do të jemi opozitë nëse nuk fiton kandidati ynë që i kishim për kryetar. Dhe votat kanë treguar diçka tjetër, ne kemi pranuar rezultatin dhe do të vazhdojmë të bëjmë opozitë të fuqishme për as sa kemi mundësi edhe me numra, edhe me kauza që do të ngrisim, që do të qëndrojmë ballë siç kemi bërë gjithherë. Ka mjaftuar shumë elemente të cilat
një opozit mirëfill, e bëjnë që tjetë për çdo ditë në punë, e bëjnë që tjetë e zhërshme në kuptimin pozitiv dhe të bëj opozit tamam siç duhet bëj opozita. Po, megjithatë, a jeni dashur që të bashkëpunoni, themi kështu, me pushtetin aktual për ndonjë gjë që ju konsideroni që është si më thon, e rëndësishme? A ka ndonjë gjë apo do të jeni besnik atij opozitarizmit të juaj si vetëndosje? Kjo është jashtëzakonisht pyetje e rëndësishme. Jo, jam i sigurt siç kemi vepruar gjithherë, se opozita jonë do të jetë shumë konstruktive. Ne do të bashkëpunojmë me pushtetin pa asnjë problem sa herë që do të tentoj pushteti ta bëjë një punë të mirë për shtetorin. Ne kemi bashkëpunuar shumë rregullore, ne kemi dhënë alternativa sa herë ka pasur çështje që buxhetore, sidomos bartje, votime, kemi dhënë propozimet tona aty ku kemi menduar ne se është më së miri të investohet për shtetorin e Prishtinës. Dhe në çdo rast ku zëri ynë është ndëgjuar, se ne kemi qenë opozitë dhe në mandatin e kaluar, kemi bashkëpunuar pa asnjë lloj problemi me të dy grupet. Fillim edhe me Ramën, edhe me PTK-n, sepse ishin në pushtet bashk, kur kishte çështje që na bashkonin dhe kur kishte çështje që ne mendonim se do duhet të vepronim konform idesë që kishte pushteti, edhe më pas prishjes koalicionit PDK-LDK, kemi dhënë shembullin se dijmë të bashkëpunojmë në çështje që janë interes në shumë rregullore, në shumë çështje që e kemi menduar, kemi qenë të sigurt që janë interes i qytetarit Prishtinës. Nuk do të pajtohemi dhe do ta kundërshtojmë fuqishëm çdo nismë, çdo angazhim të cilit do të qoftë kryetarit tanishëm apo cilit do drejtor nga ky koalicion, i cili tenton të realizojë diçka që ne mendojmë se nuk është interes i kryeqytetit, i banorit kryeqytetit dhe i qytetarëve që na kanë votuar edhe ne edhe ata. Në fakt, a keni pas ndonjë ofertë nga LDK-ja ose nga Përparim Rama për të qenë pjesë e pushtetit në këtë mandat? Jo, sot jonë s'kemi pas ofertë sepse nuk ka pas asnjë lloj parafrime as deklarativisht. Ne kemi qenë të qartë që jemi opozitë, nuk do duhet as negocoj, kjo është sepse nuk ka pasur as nevojë pushteti tanishëm me krejt ata që i kanë ofruar mbështetjen në balotazh, nuk do duhej as të vinte oferta në drejtim tonë sepse ka pas numrat mjaftueshëm. Konsideroj që ka edhe tani nëse nuk llogariten këto çarjet që kanë dalë këto ditëve të fundit. Po, zoti Zmoni, si keni por ose si ka qenë qeverisja e Përparim Ramës në 4 vitet e kaluar, edhe në fakt tani do të flasim edhe për projektet që i ka në këtë mandat. Si keni por, se ka pas shumë projekte, themi kështu të mëdha që kanë qenë duke u realizuar, po nuk janë kry dhe është thënë që do të vazhdojnë në mandatin e dytë. Si ka qenë qeverisja e Ramës 4 vitet e kaluara? Qeverisja në mandatin e parë ka qenë skandaloze. Nuk edhe ne kemi por skandalet që ndoshta shumë herë nuk i kisha imagjinuar, po të mos isha afër edhe të shihja. Nuk ka raport i cili vlerëson performancën që nuk e ka nxjerrë në pa këtë qeverisjen e Përparim Ramës në mandatin e kaluar, sidomos raporti i zyrës kombëtare të auditimit, sa herë që ka dalë, ka dhënë vërejtje të jashtëzakonshme, të cilat nuk janë marrë për bazë asnjëherë. Mirë, po çka vlen të theksohet që është shumë e rëndësishme për shtetarin, natyrisht, që Komuna Prishtinës që nga viti 2021 kur Përparim Rama ka marrë qeverisjen, ka shpenzuar afërsisht 600 milion euro buxhet. Duke filluar në vitin e parë me 120 milion dhe pastaj për 4 vite thonë? Po, për 4 vite. Secilën vit duke u rritur buxheti, që vitin e kaluar ishte afërsisht 147 milion me bartje. Do të thotë që nga ato afërsisht 600 milion të shpenzuara nuk vrehet pothuajse asgjë në Prishtinë. Edhe ato projektet që cilësohen të mëdha ose nga vetë përparimi e kabinetit të tij ose nga mediat të cilat i referohen fotove, vizatimeve që i qetë natyrisht të stilizuara të bukura përparimi, mirë po që kur fillojnë të zbatohen terren nuk duken që janë vepra ashtu kolosale, sidomos të cilat përkojnë me vlerën financiare e cila u dedikohet. Asnjë nga ato projekte nuk vrehet që është i përmasave të tilla. Kështu që unë mendoj që në krahasim me buxhetin e shpenzuar ka qenë qeverisja më skandaloze e Prishtinës që nga pas lufta e
deri sot. Si ka qenë, pse nuk është bë, ose pse nuk është i nis çështja e unazës e shumë përfolur, madje është akuzuar edhe qeveria qendrore që nuk i ka ndihmu kryeqytetit sepse ajo e ka lënë 200 milionin dhe nuk mund të realizohet vetëm me mjetet e kryeqytetit. Çka ka ndodhur me to? Cila është e vërteta këtu sipas jush ose nga ona juaj? Pse nuk është ndihmu nga qeveria qendrore, me që edhe vini nga lëvizja vetëvendosje? A ka pas kërkesë, a ka pas plan të duhur, cilat janë do thotë të vërtetat e juaja? Që ne jemi interesuar të komunikojmë dhe të marrim përgjigje nga zyrtarët e ministrive përkatëse në të kaluamen, mirë po të jeni të bindur që asgjë konkrete, asnjë nismë reale nga kryetari Rama e që të drejtohet me pjesën tjetër që të duhet ta plotësonte qeveria e Kosovës apo ministria përkatëse nuk ka ndodhur. E gjitha ajo që e kemi dëgjuar e që është bërë mediatike ka qenë tendencë për ta manipuluar opinionin. Prishtina nuk e ka filluar as si projekt, nuk ka ndarë mjete madje as për sigurim të trasesë, madje nuk ka elaborat të shpërndësimit të gatshëm. Nuk ka shumë punë cilat do duhet i bënte Prishtina si një koqëri projektit, e që të kërkonte ndihmën pastaj të institucioneve tjera me pjesën e mbetur që nuk do të mund të mbulonte. Unë po e them edhe një herë, nga ajo shumë afërsisht 600 milion euro, nuk ka qenë fare problem të ndashin 20 30, 10, 15 milion euro që të fillonte ky projekt, mirë po s'ka filluar sepse nuk ka qenë as vullnet i kryetarit për ta filluar. Vullnet i kryetarit ka qenë për ta luajtur rolin e viktimës dhe kjo si duket i dhezi mirë në zgjedhjet e kaluara dhe të viktimizohet deri në atë mos sa që qytetari i Prishtinës të mendoj se ky do ta bënte mrekullin, po të përkrahej në mënyrën se ai dëshiron nga institucionet qendrore. Duhet ta kemi edhe një gjë parasysh, përparim Rama dhe heq Prishtinën dhe është i obliguar të bëjë gjitha punët e mira për Prishtinën. Lëvizja vetëvendosje ka udhëhequr për ato 4 vite dhe është në udhëheqjet të qeverisë të Kosovës edhe sot. Ajo ka prioritetet e veta, të cilat i përcakton çdo vit kur miratohet buxheti. Në që thotë për një projekt kaq të rëndësishëm do thotë për kryeqytetin, por edhe me gjerë, sepse kjo do të krijonte pastaj lehtësira edhe për qytetarët që vinë nga qytetet e tjera. A do duhet të bashkëpunonin më shumë cilëtimi kryeqyteti me qeverinë qendrore? Mendoj si gjysma e suksesit të qeverisjes lëvizjes vetëvendosje, nivel qendror do të ishte rregullimi i jetës në Prishtinë. Dhe ky projekt i unazës jashtme e prek jashtëzakonisht shumë edhe qeverinë e Kosovës, sepse është projekt shumë i rëndësishëm. Mirë po nisma do duhej të fillonte nga Komuna e Prishtinës, përkatësisht nga kryetari i Prishtinës. Nëse ju keni parë përveç deklarativisht ndonjë nismë, ndonjë projekt, ndonjë dedikim fondi apo çka do të qoftë tjetër nga kryetari i Prishtinës për këtë projekt, ma thoni. Për fakt projekti është propozuar, po sipas kësaj vjen që cila pol mund të jenë po dalin këtu si mund të jenë bllokuese. Zoti Rama që se ka fillu fare, thoni asnjë cent se ka ndonjë për 4 vite për këtë, apo qeveria qendrore që si ka ndihmu, sipas Ramës që po them. Qeveria qendrore nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Qeveria qendrore mund ta ofrojë ndihmën kur i kërkohet dhe jo vetëm për këtë projekt, po për çdo projekt. Po si është kërkuar? Jo, absolut. I është kërkuar në mënyrë publike, përmes deklaratave dhe sidomos kur është. Kështu e keni pa edhe ne, po themi në mënyrë zyrtare që t'ia dorëzoj projektin sa kushton kaq. Do ta kishin qitur, nuk do ta mbanin fshet Komuna e Prishtinës. Madje me shumë zell siç i kanë qitur para opinionet shumë kërkesa që ja kanë bërë qeverisë apo ministrive të ndryshme për kërkesat që kanë qenë dora në zemër dhe të parealizueshme dhe që s'kanë qenë obligim i ministrive. Do ta bënin një gjë të tillë, do t'ja jepnin për ta parë opinioni, por nuk ka. Nuk ka një gjë të tillë sepse kryetari Rama nuk e ka pasur, nuk e ka prioritet zhvillimin e unazës së jashtme. Arsyeja kryesore pse unë mendoj që nuk i ka hyrë fare kësaj pune është se ai mendon se ti ketë fundet e gatshme edhe ta fillojë ta përfundoj me njëherë si çdo projekt tjetër, sepse 200 milion euro që po flitet që mund të jetë kosto e përafërt, nuk e di disi nuk i bën përshtypje fare kryetarit Rama. Ai mendon që është shumë e vogël, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë jam i sigurt që edhe nëse dakordohet me qeverinë e Kosovës, qeveria e Kosovës nuk do t'i ketë asnjëherë 200 milion euro komplet t'ja vëjnë në dispozicion Komunës së Prishtinës për një projekt të tillë. Do ta ndajnë faza, do ta alokojnë mjete ndarazi her pas here, mirë po jo për një herë sepse 200 milion euro prishin të gjithë skemën e investimit të qeverisë të Kosovës sepse
buxheti i Kosovës. Por edhe a mund të kryet brenda një viti që edhe po t'jenë mjetet financiare? Jo, nuk mund të kryet, për ata po them. Është projekt që zgjat vite dhe është projekt që duhet ta ketë një piknisje. Kryetari Rama duhet ta fillojë këtë projekt. Duhet ndohet kjo punë. Ai duhet të çohet në mëngjes edhe të thotë që këto janë përgatitjet tona. Deri këtu kemi shkuar dhe këtu po fillojmë. Edhe për këtë pjesën tjetër, që është kjo, presim mbështetje nga Qeveria e Republikës Kosovës ose Ministria përkatëse në këtë rast të infrastrukturës. Dhe do duhej të kërkonte takim. Dhe gjithçka të ishte zyrtare të ishte para opinionit. Kjo punë as nuk do të mund të bëhej fshehurazi, e as nuk do duhej të bëhej me deklarata nga lart. Po, megjithatë, përveç kësaj zoti Osmani, ka një problem tjetër goxha të madh kryeqyteti, do të Prishtina, edhe që po e përcjell themi kështu vazhdimisht në secilin në qeverisje, është çështja e bërllogut. Është një kaos gjithandej ku shohim bërllog në afër kontinera, po edhe në kontinera në kuptimin që sigur të mos zbrazen me ditë të tëra, por edhe një tjetër gjë që është edhe themi edhe më shëmtuar që kur shihet ashtu është mbetjet inerte të cilat vendosen afër kontinerëve. Çfarë po ndodh? Cilat janë mozat që duhet ndërmerren? Çka duhet ndërmerren në fakt që të rregullohet kjo? Sepse ju e dini pikërisht edhe për çështjet e bërllogut para ishte prish edhe koalicioni kur e kishte shkarkuar Ilir Musliun për shkak se nuk i kishte menaxhuar mirë dhe ishte mbush Prishtina me bërllog. Unë desha ta filloj pikërisht nga kjo, nga shkarkimi i drejtorit të shërbimeve publike atëherë. Mirë, po konsideroj që për ta diskutuar këtë temë dhe për ta sqaruar mjaftueshëm për opinionin është një emision i tërë dhe nuk mjafton sepse është çështje komplekse, është çështje që rëndon shumë gjendjen e Prishtinës, që ndikon shumë në çdo aspekt për qytetarën e Prishtinës, si në aspektin shëndetësor, çdo formë ka ndikim negativ të qytetarit të Prishtinës. Mirë, po ju e thatë edhe vetë, pa të filluar prishja e koalicionit duke shkarkuar një drejtor i cili e kishte ndërmarrjen pastrimi brenda domenit të punëve të veta dhe nuk e kishte menaxhuar mirë, çdo koment, sepse ishte dukuri që shihej se ndërmarrja e pastrimit nuk po ja delte të. Megjithatë, edhe tani s'po shihet që pas shkarkimit të Stota u thellua përkesë. Ndërmarrja ishte mbi populluar spori me punëtor. Në kohën kur ka qenë kjo deklaratë e kryetarit të Prishtinës, ndërmarrja ka pasur mbi 900 punëtor. Nga ata 70% e tyre kanë qenë pjesë administrative. Keni parasysh një ndërmarrje që nuk ka konkurrent, ka resort ndryshëm, si janë marketingu, si janë nuk po di çka me thonë, janë strukturat ndryshme të punëtorëve të cilët nuk e kanë asnjë nevojë ndërmarrja për ta, mirë po janë rekrutuar për shkak të raporte klienteliste me ta, ose lidhet familjare, ose politike, ose çfarë do të qoftë tjetër. Dhe ndërmarrja filloi të dobësojë në aspektin financiar për shkak të kësaj mbingarkese dhe për arsye se pjesa që ishte në menaxhim nuk po ja arrente të inkasonte mjetet të cilat i kishte kontratat garantuara dikun afërsisht mbi 70.000 ekonomi familjare të cilat do kishin kontratë me ndërmarrjen pastrimi dhe ishin klient të garantuar një numër jashtëzakonisht i madh i bizneseve e institucioneve që kishin edhe çmim jashtëzakonisht të lartë të paguanin. Ne patëm me gjithë vërejtjet tona, patëm përkrahur rregulloren për menaxhimin e mbeturina në Prishtinë, duke menduar se kjo do të shërbej ekzekutivit për ta këmbur ndërmarrjen dhe për ta pastruar Prishtinën. Po kjo nuk ndodhi. Kishte ambicie për të futur në treg ndërmarrje private, e cila u ndau 2-3 herë shumë milionëshe në ndamja regionale që ishte për mua pa kuptim, kur ndërmarrja kishte mbi 900 punëtor, nuk investohin në ndërmarrje, e që ajo kishte një tradit pasrimit Prishtinës, mirë po u futën operator privat. Kjo ishte gabim tek rregulloria e Prishtinës, kur ju lejua, kur ju mundësua në pushtetit pa përgjithshëm që të rekrutojnë ndërmarrje private për pastrim, për menaxhim mbeturinave, dhe kjo ndodhi edhe nga ai moment ndërmarrja pastrimi falimentoi. Falimentimi nuk është bërë publik, as zyrtar, mirë po ne e dim gjendjen e ndërmarrjes, ne e dim borxhet që i ka, ne e dim pamundësinë për të blerë asete e mjete pune, ne e dim shpesh edhe pamundësinë për të dalur në ballë
pagesave të pagave për punëtorët. Madje për ta thelluar edhe më tej situatën, kryetari Rama pa të bërë thirrje që abonentët mos i kryenin pagesën tek ndërmarrja, por pagesën t'ia bënin komunët së Prishtinës për ta pasur në dispozicion buxhetin që i alokohej atij menaxhimi dhe pastaj për ta përdorur ndoshta atë pjesën e aksionarëve të ndërmarrjes që të manipuloheshin me lehtë, sepse ndërmarrja ishte me aksionarë nga çka do të ndërmerret zoti Osmani, çka do të bëhet, kush i ka fajt edhe ku është problemi? A janë problemi tek komuna, të cilat nuk po din të menaxhojnë çështjen e mbetorinave, apo është fajt tek qytetarët që po hedhin, domethënë mbeti i njerëzit, do thotë kauça, yoga, goma të veturave, hormona e çka jo tjetër. Çka do ndërmjet, si do të ndalohet që kjo? Kush e ka fajin, kush e ka, domethënë, tagrin e kujt është? Fajin e ka Komuna Prishtinës, qeverisja e Komunës Prishtinës. Faji nuk është jetim këtë rast. Faji ka adresë, dihet mirë filli. Ajo çka duhet bëj, po edhe kjo është shumë e qartë. Natyrisht kryetari Rama si fajtori kryesor për këtë gjendje duhet ta fuqizojë ndërmarrjen. Spori duhet të kujdesen që në ndërmarrje të jetë një menaxhment pa korruptuar, i cili e din çka duhet bëj me ndërmarrjen. Dhe hapi i dytë duhet resurset që i ka ndërmarrja të shfrytëzoj racionalisht. Nëse ka nevojë për punëtor fizik, duhet pjesën më të madhe ta orientoj andej. Nëse ka nevojë plan investim për të blerë mjete, sepse nuk ka ndërmarrja, s'ka mjete, është keq për mjete, duhet ta orientoj një pjesë financa andej. Ndërmarrjen pasime e kanë bërë të varur nga buxheti komunal. Domthonë, sa herë që ajo thellohet tërësisht në borxhe, ja japin nga një infuzion nga kuvendi si subvencion, i cili natyrisht është edhe i palehtëshëm, sepse nuk kanë ardhur kërkesa për të subvencionuar pagat e punëtorëve ndërmarrjes. Kjo nuk është në rregull, nuk është e lehtëshme. Kështu që faji është te kryetari Rama, zgjidhja është te kryetari Rama, zgjidhja është fare e lehtë sepse ndërmarrja, pastrimi ka si më thënë, ka përvojë të madhe në menaxhimin e mbetorinave. Thoni që veç duke e forcu ndërmarrjen e pastrimit, zgjidhet problemi i mbetorinave? Spore thash edhe apo duhet edhe një plan tjetër që plani kryesor është që menaxhmenti i ndërmarrjes të jetë një menaxhment që din ta bëj punën dhe që nuk është i korruptuar. Kushti i parë që konsideroj që është i parritshëm për këtë koalicion. Është bukur e pabesueshme të shpresosh që ai që e ka bërë punën keq të ta rregullojë. Këta për 4 vite e kanë sill, tash gati 5 vite, e kanë sillur këtu ku është ndërmarrjen. Dhe që do të jenë të njëjtit që do ta përmirësojnë gjendjen e saj, unë për veten nuk besoj. Mirë po hapat që duhet merren janë këta. Prishtina duhet pasohet përmes ndërmarrjes. Tani më edhe rregulloria e ka heqë këtë dilemë. Ndërmarrja, pastrimi e ka për detyrë ta pastrojë Prishtinën dhe Komuna Prishtinës nuk mund të si më thënë, të angazhoj operatorë tjerë ekonomik për të menaxhuar mbetorinat. Të gjitha tjerat janë pastaj dytësore, e cilat zgjidhen rrugës dhe janë lehtësisht të zgjidhshme. Po, pyetja fundit, zoti Osmani, çka prendi prej qeverisjes Rama 2 në këtë mandatin e dytë të tij, prendi të përmbyllen projektet e mëdha siç i ka premtuar ai, qysh edhe në mandatin e parë, por që edhe në zgjedhjet e kaluara që ishin, themi kështu, si vazhdimsi e tyre, sepse sipas tij kërkojnë 2 mandate dhe jo 1. Është një dallim i madh ajo që unë pres dhe ajo që unë dëshiroj. Unë dëshiroj që kjo qeverisje të arrijë të gjithë objektivat që i ka parapor dhe që na i ka bërë të njohura përmes programeve të tyre elektorale. Uroj që t'i realizojnë dhe Prishtina duket ashtu siç ata na kanë paraqitur vizualisht. Mirë po ajo që unë pres është e kundërta e kësaj dhe bazohem lehtësisht në atë që kemi parë deri tash, në përvojën që kemi me këta eksponentë që e kanë udhëhequr Prishtinën edhe në 4 vitet e kaluara dhe sigurisht që nuk pres të ndodh ajo e para që do duhet të ishte ideale, por jam i sigurt që do të thellohet këtë qeverisja, do të rriten problemet e Prishtinës dhe në fund do ta gjejnë një fajtor kujdestar i cili do t'i referohen për zgjedhjet që do të vinë në fund të mandatit të përparim Ramës. Unë me të vërtet kam shpresuar që s'paku në aspektin arkitektonik, me që përparim Rama është i fushës, ta bëj dallimin Prishtinë, mirë po dështimi më i madh ka ndodhur aty. Nuk mund të pres
mrekullin nga një kryetar I cili pa asnjë kriter e ka vazhduar betonizimin e Prishtinës, ashtu siç po shohim na, I cili ka ambicie që koeficienti I ndërtimit në përlagje që janë bipopullore, të cilat nuk kanë as minimalisht infrastrukturën e nevojshme rrugore përcjellëse tjetër, ta çoj koeficientin deri në 7, e ta mbipopulloj, e ta betonizoj, e të mos I lej asnjë hapësirë çështjeve tjera, as gjelbrimit, as infrastrukturës, as parqeve, as hapësirave të cilat do të jeshin hapësira që do të shfrytëzonte komuniteti për pjesën tjetër të jetës jashtë banesës dhe jashtë zyrës të punës. Po, zotëris Moni, unë të falenderoj shumë që ishe në Info D. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit. Sukses. Të nderuar shikues, ju falenderoj shumë që qëndruat me ne bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë bashkë mirupafshim.